Një mëngjes të bukur pranveror, Tezedeti ishte ngjitur në mal dhe kishte marrë me vete Hajdin, kundër dëshirës së plakut të Alpeve. Donte ta merrte Hajdin me vete në Frankfurt, ku do të jetonte në shtëpinë e pasanikut Sezeman, si shoqe loje për Klarën, të bijën e tij të paralizuar. Hajdi nuk dinte asgjë për programin, nuk e merrte me mend që Frankfurti ishte kaq larg. Veç kësaj, ishte e bindur që do të kthehej në shtëpi për darkë. Hajdi. Ky është Frankfurti? Jo. Më prit pak, tu duhet të blej diçka. Simite të bardha? I mora për ty, haj. Faleminderit. Ku janë simitet? Këtu nuk ka simite. Po ti më the që ka. Oh, eja tani. Jo, dua të kthehem në shtëpi. Gjyshi më thonë gjithmonë që duhet të kthehem në shtëpi përpara se të erësohet. Është bërë natë tani. Po të them të vish me mua. Jo! Shikohet e invazion, më dhëmin këndër. Nuk duhet, edhe shumë, por tani do të ndalojmë një herë në Mainfeld. Jemi në Mainfeld? Po. Ti më ke gënjur. Më the që sonte në mbrëmje do të thesha në shtëpi tek gjyshi. Oh, vërtet kam thënë kështu? Po, kështu the. Atëherë ka mundësi ta kem thënë. Duhet jem gabuar, hajde. Forca, eja tani, mos ndalo vazhdimisht. Por të thash edhe që Frankfurti është një qytet i bukur dhe që do të përqejë, kjo nuk është një gënjeshtër. Unë dua të shkoj në shtëpi, dua të kthehem në mal. Hajde, jo, qëndro këtu. Me sa po shoh po më humbet durimi, tani sillu mirë. Tani do t'ju jepim trenit dhe do shkojmë në Frankfurt. Nuk dua. Qëndro këtu. Ja ku është treni ynë, hajde, duhet të nxitojmë. Jo, nuk vjen në tren me ty. Mo, mjaft tani. Jo! Jo, Tezedeti, nuk dua. Më lër këtu, jo. Mjaft bëre kapriço. Nisemi. Shiko si të shikojnë njerëzit. Sillu mirë pra tani, ha? Nuk më intereson me lëra, dua të kthehem në shtëpi. Hajde, mjaft.
Ha, pra hajde. E kuptoj shumë mirë që tani ndihesh e thrishtuar. Mund të ta shpjegoj pse e bëra dhe atëherë do të mund të më kuptosh. Doja që më në fund ti të ishe e lumtur. Hajde. Kam përgatitur një simite me djathë për ty. Duhet të ketë marruria. Ha, pra mere. Hajde, duhet të hash, udhëtimi është i gjatë. Po nëse rri për të kaluar disa ditë këtu dhe të mos më pëlqej Frankfurti, mund të kthehem në shtëpi? Nëse vërtet nuk do të të pëlqej, po. Pa më thuaj, mos më gënjeve kur the se ati ka simite të bardha për gjysën e Peterit? Atje ku do të të çoj çdo ditë për mëngjes do të kesh simite të bardha të butave të ngrota. Tani të lutem, haje këtë, hajde. Ja. Jo? Ki për ta parë, Frankfurti nuk është edhe aq keq sa ç'mendon ti. Ndoshta do të të pëlqej. Mund të kesh një dhomë të gjithën për vete dhe çdo ditë mund të mësosh me Klarën. Të mësoj të lexoj? Po, edhe të numërosh, edhe të shkruash dhe shumë gjëra të tjera. Keni vetëm një mësues që do t'ju mësoj gjithçka që duhet të dini. E di çfarë mendon, por hajde yt nuk është poshtë të fshat. Jo. Kushetja do ta shohim përsëri një ditë, Bridget. Ndoshta nuk do të kthehet më kurrë këtu lart. Sa do të doja ta dija gjyshe. Pa që fytyr kishte bërë ai. E çuditshme, se prapa i plaku më dhimbset jashtë masës. Ke të drejtë, edhe mua më vjen shumë keq. Të shpresojmë që nuk kemi gabuar. Jo, është i faji ti. Përse jetoni vetëm atje lart, edhe kam ngul kaq shumë të mos e çoj vajzën në shkollë. Po, gjëra duhet i shikojmë nga ky këndvështrim. Gjithsesi, pamja e fytyrës së tij nuk më pëlqen. Ai duhet të ketë qenë shumë i lidhur me voglushën.
Qetësohu, çfarë ke voglusha? Sepse shikoni. O, voglusha ime. Vetëm sepse Batania. Ma je. Po Nisa. Qetësohu, voglusha. Ja ku arritëm. Qënë ka I madh. Përse po ri pa lëvizur? Çfarë ke? Mos të bëri për vete Frankfurti? Ë? Mirë, eja. Do me thënë, Heidi më në fund arriti në Frankfurt, qytetin në të cilin pavarësisht gjithçkaje, I duhet jetonte tani e tutje. Tezedejti kishte të drejtë, Heidi ishte vërtet e habitur. Kur në jetën e saj nuk ishte menduar se mund të ekzistonin qytete kaq të mëdha dhe shtëpi kaq të larta. Goj hapur este në për rrugë dhe shikonte çdo gjë. Nuk pushonte duke pyetur veten, më pëlqen apo nuk më pëlqen? Dua të qëndroj këtu apo të kthehem në malet e mia? Por vogëlushja Heidi e kishte marrë një vendim përpara se të arrinte me Tezedetin në familjen Sezeman. Heidi donte të kthehej prapa. Në mëngjes herët donte të jepte trenit dhe të kthehej në shtëpi. Ndërsa Heidi este në rrugët e Frankfurtit, Klara Sezeman priste me padurim mbërritjen e voglushës, që do t'ishte që kthehej tutje zonjusha e saj shoqëruese. Klara ishte vajza e vetme e tregtarit Sezeman, që kur kishte qenë e vogël, ishte goditur nga poliomeliti dhe që atëhere ishte detyruar të lëvizte me një karrocë me rrota. Edhe sa kohë do, koha nuk po kalon fare. Ndoshta ka mbetur prapa ora. Tashmë duhet të kishte arritur këtu. Nuk arrit ta kuptoj. Klara, moj Klara, ngjan gjithmonë më shumë me një orë të prishur. Thua gjithmonë të njëjtën gjë, nuk të vjen në mendje diçka e re? Jo. Nuk dua të duke me bezdisshme, por kam frikë mos e shqetësoj zonjën Rottenmeier. Mos të shumë vonë? Nuk kam asnjë ide. I kisha premtuar zonjës Rottenmeier se do të vija këtu me vajzën. Dini gjë nëse sot pasdite është në shtëpi? Pyesni Sebastianin, ai brenda duhet të jetë, me siguri që duhet ta di. Po ke të drejtë. Faleminderit. Oh! Heidi, eja, çfarë shikon? Ke frikë? Mos u shoko nga frika, familja Sezeman është nga familjet më të pasura në të gjithë qytetin. Ke për ta parë se sa do të pëlqej, janë shumë të sjellshëm. Do të më duhet të qëndroj këtu? Në çfarë mund t'ju shërbej? Do të doja të flisja me zonjën Rottenmeier. Dini gjë nëse është në shtëpi? Është e vështirë të përgjigjem. Përse? Ndoshta është më mirë të thëras zonjën Tinet dhe të pyes atë mos di gjë.
Po, urdhëroni, çfarë dëshironi zonjë? Dua të flas me zonjën Rottenmeier. Më quajnë date. Mund ta lajmëroni ju lutem zonjën që kam ardhur të takoj, kështu ram dakord. Po. Ja kthehemi në shtëpi te Zedi. Oh, mos fol gjepura, nuk mund të kthehemi prapa. Përpiqu ta kuptosh një herë mirë. Hyni brenda ju lutem. Oh, faleminderit, jeni shumë e sjellshme. Forca eja, hajde, dhe sillu mirë, Sillu gjithmonë mirë, përgjigju kur të pyesin dhe kur të përshëndesin, përkulu pak, dhe mos I tërhiq kështu hundët. Ka ardhur zonjusha date. Oh. Do me thënë ja ku erdhe. Pa. Kjo është Heidi, mbesa ime. Mirdita. Sa po mbritëm, mi kam folur për ju. Çfarë po shikon? Forca, mos rri kështu si e ngrirë, thuaj diçka. Mbylleni gojën ju, flasim të gjithë me radhë. Po, sigurisht më falni. Nëse për ndonjë arsye nuk mund të flasësh, të paktën mund të më thuash si të quaj. Heidi. O, zoti madh, çfarë emri? Nuk duhet të jetë ky emri I vërtet. Me çfarë emri të kanë pagëzuar? Edhe pse vajza nuk do të flas, duhet të ketë kaq mirësjellje sa të thotë emrin e pagëzimit. Por sa po ta thash, Heidi? Si guxon të më drejtohesh me atë ton? Vajza është me zhvillim të vonshëm apo thjesht e pa edukat, e pa cip edhe mos përfillse? Në këtë çast ka thjesht frikë. Ndoshta në vjet të përgjithshme mund të përgjigjem unë për të. Nuk është mësuar në një ambient si ky. Nuk është as mos përfillse as e pa edukat, thot thjesht gjithmonë atë që mendon. Me sa di unë, Heidi nuk ka gënjur kur. Po përse më shtynte ze? Gjithsesi, Heidi ka edhe një emër pagëzimi, quhet Adelaide, si nëna e saj, motra ime që ka vdekur, por ne nuk e kemi thirrur kur kështu që ajo nuk e di. Heidi është më I shkurtër, tingëllon edhe më bukur. Oh, tani e kuptova. Ke një emër shumë të bukur. Nuk di si t'ja u them, por mendoj se jemi keq kuptuar. Keq kuptuar? Po, unë po kërkoja një vajzë për të luajtur në moshën e Klarës. Do me thonë të ishte pothuajse 12 vjeç. Pastaj u spjegova qartë me ju. Kërkoja dikë që të ishte në gjendje të studionte me Klarën. Pak a shumë të ishte në nivelin e saj intelektual. Aha, po për këtë nuk ka asnjë dyshim. Është një fëmijë me inteligjencë mjaft të theksuar, është shumë gazmore, e di. Është pak e vogël, por paraqitjet të gënjen. Me saktësi nuk e di, por mendoj se është afërsisht 10 vjeç. Unë e di. Gjyshi më ka thënë që unë jam 8 vjeç. O, zoti madh, vogelushja është vetëm 8 vjeç, e tmerrshme. Mjaft fole për gjëra që si di. Se është gabim të jesh 8 vjeç? Dejt, është 4 vjeçe me vogël se Klara. Ç'të përbashkët mund të kenë këto të dyja? Por Heidi është shumë më e pjekur se mosha që ka beson. Çfarë libri keni përdorur për të ushtruar leximin? Nuk kam patur kur asnjë libër. Çfarë? Ky po që është faj. Gabohem apo po më thua që nuk di ende as të lexosh edhe as të shkruash? As Peteri nuk di të lexoj, megjithëse ka shkuar në shkollë. Nuk ke shkuar akoma në shkollë? Ti po më gënjen, vogëlushe. Nuk do të më thuash të vërtetën? Papa. Pikërisht këtu në shtëpinë tonë, o zoti madh. Ç'do të bëhet me ty që të rrethojnë këta të paditur? Po diçka duhet ta kesh mësuar gjatë jetës tënde? O, çfarë pyetjesh? Ditë fishkollej me gishtat e kullos dit edhe të miel madje. O zoti madh. Nuk ka pse habitem që filloj dhimbja e kokës. Dua të di vetëm pse e ke sjell këtë vajzë këtu, Dejt. Sepse Heidi është pikërisht vajza që kërkonit për Klarën. Gjithmonë në këtë mënyrë ma ke përshkruar. Kur?
Po, pikërisht kështu. Kërkonit një vajzë me një karakter të mirë, të ishte edukuar, të mos gënjente, e zgjuar për të mësuar dhe të ishte në gjendje të kalonte kohën me Klarën. Dhe ky përshkrim i shkon shumë për shtat Hajdit. Ju përpiquni ta bëni të ndihet mirë, vetëm atëherë do ta kuptoni që kam të drejtë, zonja Rottenmeier. Më vjen keq, por më duhet të largohem tani, zotëria po më pret. Do të kthehem në ditët e ardhshme, do të shikojmë si po shkojnë gjërat. Ke kurajon të largohesh edhe ta lësh këtu vajzën? Dejt, ktheu me njëherë! Teze Dejt e kishte lënë vetëm në këtë shtëpi të madhe me këtë vajzë të çuditshme dhe zonjën Rottenmeier që thoshte gjithmonë: "O Zot i madh." Klara ishte e sjellshme, po të tjerët si ishin. Për herë të parë në jetën e saj, Hajdi ndjehej me të vërtet shumë e trishtuar. Kishte shumë njerëz në këtë qytet të madh, por ajo nuk njihte askënd, vetëm Teze Dejtin. Frankfurti. Si mund t'i shikonte Hajdi që këtu malet që donte ai shumë? Shtëpia, abazhuri i madh, të gjithë i fusnin frikën. Pirunjtë shumë dhe thikat mbi tavolinë, mbulesa e bardhë, sqarimet dhe shpjegimet e zonjës Rottenmeier, të gjitha ishin për Hajdin të reja, të çuditshme dhe pak të mërzitshme. Ishte Tinet, shërbyesja që ankohej gjithmonë për kamarierin Sebastian. Dhe pastaj sigurisht ishte Klara. Kush e di nëse Klara do të bëhej ndonjëherë për të një mik e mirë si Peteri? Hajdi u mendua dhe mori një vendim. Po për këtë do t'ju flasim herën tjetër.